Edhe tash dasmat, fatmirësisht mirë që po bëhet ky lloj kombinimi. Nuk isha thonë që është mirë krejt ashtu Milanosh edhe traditat. Po dasma si dasëm është bërimi i identitetit tonë, për shembull. Hapi i parë. Mas ne tutje, edhe dasma tash po bëhen me atë llojin e kombinimeve, për shembull më elegante, por nuk po mungon edhe pjesa tjetër. Për shembull ndarës ma shoh shumë që ka për shembull valltar, tash momentin që vijnë valltarët janë për shembull me këto veshjet kombëtare, ki mas ne defatore, e shumë çka që me sa peshone po flas çdo herë nga praktika jon, po bëhet një kombinim shumë i mirë. Domethënë pjo pëlqejnë edhe çifteve. Kjo po tregon një herë edhe një farlloj balance mes prindërve tyne edhe çiftet, sepse çiftet po janë gjenerata të reja, edhe po kanë dëshirë pak më ka elegantja, por edhe prindrit po kanë dëshirë që me qenë pjesë e festës tyne edhe traditat tona. Kështu që po bëhet një farlloj kombinimi shumë i mirë. Po çka po propozon ti më shumë ndoshta çifteve sot? Po ne si organizator çdo herë mundumi me gjetë atë balancën, po atë mesin të e referu edhe pjesës traditës edhe elegancës, por çka është rëndësishme për shembull që çiftet tash kanë filluar edhe mu vëdësu, shumicën e po të kërkojnë për shembull nuk ju prish punë nëse është traditë ose më elegante, por po kanë dëshirë që ma shumë e përjetu, mas më marë për shembull